Bllokimi i lëvizjes për shkak të shembjes në rrugën Libresht Pogradec solli anullim masiv të rezervimeve për pushimet ditore në Juglindje. Pjesë më të madhe të turistëve kemi nga tregu, po them vendas brenda Shqipërisë, Tirana, Durrësi, Elbasani, edhe Vlora gjithashtu. Gjitha këto rezervime u anuluan menjëherë pasi njoftimi u bë i gjithanshëm. Hotelet, bujtinat dhe restorantet e Korçës dhe Pogradecit janë më të prekurat, duke sjellë kështu një dëm të konsiderueshëm ekonomik. Dhe të gjithë bashkëpunëtorët tanë, po them, hotelet dhe restorantet kanë pasur të njëjtin dëm ekonomik me humbjen e klientëve që kanë qenë fundjavën e kaluar dhe fundjavën që po presim. Për ne dhe për bizneset kryesisht kanë një efekt shumë të madh. Operatorët turistik shprehen se 2 fundjava tani më janë anuluar, ku përfshihen edhe festat e 7 dhe 8 marsit. Shkurtin dhe jo vetëm, sepse kjo gjendje është një gjendje e atit nuk mund të parashikojmë se çfarë mund të ndodhë. Kemi pasur gjithashtu edhe prenotime për festat e 7 dhe 8 marsit, ku zgjedhin qytetarë të Tiranës të vinë drejt Pogradecit për të akomoduar, për të festuar dhe për të larguar përsëri. Anullime të rezervimeve ka patur edhe në hotelet e Kolonjës, ndërsa rruga e cila lidh Juglindjen me Shqipërinë e Mesme është pothuajse e braktisur nga automjetet.